Mirë mbrëma fjeri mrekullueshëm. Tamam kryeqyteti i socialistëve. Disa javë më parë kam thënë kryeministrit në podcast, fjeri do të vi me 11 deputet. Më pa çuditshëm dhe ka menduar më vete, po kjo gotë ça më thot. Po sot jam e sigurt që kryeministrit ju mbush mendja që fjeri do të shkoj jo me 11 deputet, por me 12 të tillë. Tani ai shoku jon s'dihet ç'a do duke bërë ai lumadhi që në këtë shesh ishte një pikë uji. Ti bëjmë një përshëndetje apo jo? Më kanë gjirur këto ditë, e kam thirrur, e kam kërkuar na për fjerë, po se kam gjetë gjikundi se s'ka fjerak t'i hapi derën gazos dhe kënetës së tyre. Kështu që po i drejtohem nga ky shesh. Gazo, ku je mo Gazo, ku je? Ka dal deti Gazo, shije, boça dalgësh, ti s'dias not mo Gazo, më raf të pika që do më mbytëshe këtu mo Gazo. Shikoj fjerakët Gazo, shikoj dalgët e mdhaj që kanë ardhur në këtë shesh të mrekullueshëm. Shqyr që ke atë komerdaren e baba Bufit, ajo do të shtoj Gazo, se je në listë të mbyllur mo lumat, se po t'ishe kështu si unë, do t'a shije Gazo që do të bëni fjerakët, do të zhdukni nga faqja e kuvendit mor lumad. Motra dhe vlezër, ju falenderoj për zemësisht nga zemra që mbështetet një vajzë të zakonshme si unë për ta vazhduar këtë rrugëtim që për mua ka nisur sot dhe do të vazhdoj shumë gjatë. Kam bindjen tek ju fjerakët që do më besoni në 11 maj të përballen me Gazon atje në foltoren e kuvendit. Ju falenderoj për zemërsisht dhe ju premtoj që do t'jem gjithmonë e juaja.